Pra në 7 tetor është momenti kur banka do fillojnë të operojnë dhe të kryejnë transaksione në SEPA. Atëherë qytetarët do kenë të gjithë benefitet që ne jemi munduar t'i përhapim dhe t'i komunikojmë në lidhje me transaksionet në euro. Pra, komisionet do t'jenë shumë të ulta, krahasuar me ato që ne kemi sot. Nëse vjet re, transaksionet në euro nëpërmjet bankave korrespondente, siç kryhet aktualisht, shkojnë nga 100 deri në 200 euro për transaksione dhe me vlera të vogla, ndërkohë që me antarësimin në SEPA këto do njësohen me komisionet që aplikojnë në AEPS-euro dhe të cilat Banka e Shqipërisë po i rishikon për t'i ulur akoma më shumë dhe për ta bërë sa më efektive këtë nisëm që është marrë për antarësimin në SEPA. Dhe është folur që vetëm në vitin e parë përfitimi do t'jetë 20 milion euro. Pra 20 milion euro vetëm nga pikpamja e uljes së komisioneve. Impakti në ekonomi dhe tek individët vlerësohet se do jetë shumë i lartë. Antarësimi në SEPA ne kemi thënë që ndikon në disa sektor shumë të rëndësishëm të ekonomisë, në turizëm, në eksport-import. Ne fatmirësisht dhe fatkeqësisht jemi një shtet që kemi një komunikim të vazhdueshëm ekonomik me Bashkimin Evropian dhe patjetër të gjithë këto segmentet e ekonomisë do ndikohen. Dhe benefitet do jenë të shumë fishtat, të cilat ne akoma nuk kemi arritur t'i masim dhe t'i monetizojmë, por patjetër që do jenë të larta. Për ta bërë më të prekshme nga AEPS-euro që ne kemi krijuar për pagesat në euro brenda vendit, nga viti 2022 që ne kemi filluar ta operojmë, janë kursyer gati 100 milion euro. Duke marrë parasysh që transaksionet me SEPA janë 3 fishi nga ato që kryen brenda vendit, mund të kalkulohet lehtësisht impakti që do ketë. Duke marrë parasysh që edhe integrimi europian po përshpejtohet nga qeveria shqiptare, shkëmbimet do t'jenë dhe më të mëdha dhe ne do kemi akoma më shumë benefite dhe të gjitha këto do materializohen në efikasitet dhe produktivitet për ekonominë. Dhe si përkthehet pasi në pjesë presim të aderohemi të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, po ndërkohë 11 bankat e nivelit të dytë, a janë bërë gati? Mund të themi që janë gati, pra bankat tashmë janë antarësuar në skemat SEPA, pra kanë mbaruar aplikimin individual, kanë përzgjedhur kundërpalën me të cilën do procesojnë transaksionet dhe janë duke ndërmarrë zhvillime infrastrukturore për t'ju përgjigjur këtij komunikimi që kanë me këto palë të treta. Fatmirësisht, Banka e Shqipërisë duke pasur një vizion më afatgjatë, ka bërë të mundur që upgrade i sistemeve që ne kemi ndërmarrë për sistemet tona të brendshme të jetë në përputhje me standardet e SEPA-s, duke udhëhequr tregun që të ndërmarrë investimet dhe t'i parafrohet këtyre standardeve paraprakisht. Në fakt, Shqipëria ishte vendi i parë në Ballkan që aplikoi për të bërë pjesë e SEPA dhe jemi bërë tashmë antar. Mendoni se do të fillojnë vërtet transaksionet e para në tetor 2025 brenda afatit të parashikuar? Patjetër, unë e përmenda që e vetmja gjë që ne na ngelet është gatishmëria operacionale. Ne po marrim masa dhe po i monitorojmë bankat për zhvillimet, duke pasur dhe mundësinë se i shohim të ndërveprojmë me sistemet tona, kështu që patjetër që bankat tona do jenë gati. Ajo që dua të them unë është që Shqipëria jo vetëm ishte nga vendet e para që aplikojnë në SEPA, po ishte vendi i parë që të gjitha bankat aplikuan njëkohësisht në skemat SEPA, duke treguar që ne jemi shumë proaktiv si treg. Pra, nga pikpamja e konkurrencës, bankat reaguan me njëherë, asnjëra nuk donte të mbeste mbrapa në këtë nisëm, pavarësisht se mund kishte vështirësi, një bankë e vogël mund kishte vështirësitë e veta, reagoi me njëherë ndaj kësaj nisme dhe u antarësua. Dhe të mendosh që Malizi dhe Kosova janë vende që i kryen transaksionet aktualisht me euro, kurse Shqipëria kishte edhe problemin sepse pjesa më e madhe është dhe me para. Patjetër, ne kemi një monedën tonë lekun dhe në euro ne transaktojmë në një mënyrë më të limituar. Megjithatë, operacionalisht në bankat tona kanë qenë shumë mirë se janë një pjesë e madhe e bankave tona janë me prejardhje nga Bashkimi Evropian që kanë sjellë standarde dhe kanë sjellë zhvillime, që do të thotë që kishte një parapërgatitje. Nga ana tjetër, në vazhdimsi Banka e Shqipërisë në të gjithë kuadrin e saj regulativ dhe ligjor kanë ndjekur praktikat e Bashkimit Evropian. Pra, ne kemi 11 vjet që përgatitemi për këtë moment. Dhe kjo ishte arsye që ne ishim kaq të gatshëm për të antarësuar
lehtësisht. Pra, krahasuar me Malin e Zi, ne nga pikpamja e integrimit jemi në një fazë jo aq të avancuar. Ata po mbyllin kapitujt, ne tani hapëm. Megjithatë, ne treguam që jemi shumë të avancuar nga pikpamja legjislative dhe regulative, por edhe implementimit të këtyre rregulloreve dhe ligje. Përfituesit më të mëdhej, kush janë? Janë individët apo edhe sektori privat? Të gjithë. Individët pa tjetër që kanë benefitet e tyre për të gjithë të ardhurat që marrin nga Bashkimi Evropian, kryesisht remitancat, ne e dim që remitanca është një burim shumë i madh i të ardhurat të familjeve dhe antarësimi në SEPA do ndihmojë ndjeshëm që këto të ardhurat të formalizohen dhe familjet të fitojnë një përfshirje financiare dhe potencialisht në të ardhmen të kenë dhe benefitet e tjera, pra të kërkojnë dhe shërbime më të sofistikuara nga bankat që tani nuk i përfitojnë për shkak të përdorimit të kanaleve jo bankare për kanalizimin e remitancave. Do doja të theksoja se në këtë kuadër një masë shumë e rëndësishme për formalizimin e remitancave është dhe ligji për llogarinë bazike. Pra ne kemi krijuar një produkt shumë më të lirë për qytetarët që nuk kanë akses në financë, që ata ta përballojnë të hapin një llogari dhe të përfitojnë dhe të gjithë këto të ardhurat që do ju vinë nga vendet e Bashkimit Evropian.